Në qytetin e Beratit, me rastin e festës së 7 marsit, ditën e mësuesit, u organizuan aktivitete të shumta për të nderuar punën e mësuesve dhe arsimtarve që kontribojnë në edukimin e brezave të rinj. Me qindra nxënës me dhurata në përduar u paraqitën mëngjesin e sotëm në ambientet e shkollave respektive për të vlerësuar punën dhe sakrificat e mësuesve në ditën e tyre. Përshëndetje, unë jam mësuese në shkollën Krista Isak, Gjuledërsi, jam Dhurata Gojka. Për mua është viti i fundit si mësimdhënëse për arsye të plotësimit viteve. Edhe çdo 7 mars ka qenë i veçantë, po ndoshta ky ka qenë i veçantë sepse ka marrë shumë mirënjohje nga nxënësit. Dhurata më e bukur është dedikimi që më kanë bërë nxënësit e klasës sime. Duhet një zemër e madhe për të mësuar mendje të vogla. Jemi me fat që kemi një mësuese me vlera dhe ideale të larta. Gëzuar 7 marsit. Jam shumë i lumtur që shpreh mirënjohjen ndaj mësuese Dhurata Gojkës, që ju urojmë shumë suksese më tej në karrierën e saj dhe gjithashtu një urim shkon për gjithë mësuesit e Shqipërisë. Gëzuar 7 marsin. Festimi i 7 marsit në Berat, përveç se është një moment të reflektimi dhe nderimi për mësuesit, gjithashtu shërben si një nxitje për të gjithë ne që të mbështesim dhe vlerësojmë arsimin si bazë për një shoqëri të zhvilluar.